Ne do të vazhdojmë të mbështesim punën dhe vizionin e Shqipërisë për të mbyllur negociatat në vitin 2027. Shqipëria duhet ta përdorë të energji pozitive të gjeneruar nga ky hap për të ecur përpara. Piketat mbyllëse për të cilat ka rënë dakord BE-ja sot janë një sinjal i qartë për çuar Shqipërisë se pritet progresi më tejshëm. Mbështetemi tashmë te Shqipëria për të intensifikuar reformat dhe kjo duhet përfshijë të gjitha forcat politike në vend dhe të bëhet në konsultim si me shoqërinë civile, ashtu edhe me publikun. Shteti së drejtës prek çdo qytetar. Reformat që i shërbejnë Shqipërisë mund të arrihen vetëm duke marrë pikpamjet e të gjithë personave të prekur në konsiderat. Tashmë është koha që të përmbushim pritshmëritë e qytetarëve shqiptar duke intensifikuar harmonizimin me BE-s dhe duke dhënë rezultate për ato reforma që kanë peshë për ta dhe më shumë se 90% e qytetarëve shqiptar mbështesin anëtarësimin tuaj në BE. Kemi një rrugë të gjatë përpara, por do të mbi shumë shpejt, kështu që shfrytëzoni këtë moment të kremtoni arritjen dhe le t'i kthehemi menjëherë punës. Ne po punojmë fort në procesin e zgjerimit. Ju thatë që doni të keni rezultate dhe rezultatet janë këtu. Për hyrjen nga hyrja e Kroacisë në BE në 2013 deri te Komisioni aktual i Bashkimit Evropian me nisjen e mandatit në dhjetor të 2024-s, në 11 kemi mbyllur 5 kapituj. Nga dhjetori 2024-s deri më tani kemi mbyllur 11 kapituj. Tashmë në të ardhmen do të arrim shifrat më të larta në mbyllje, por tashmë prejush sa më shumë kapituj të mbyllen në rrugtimin e anëtarësimit të Shqipërisë, aq më shumë i suksesshëm do të jetë Bashkimi Evropian. Falenderoj shumë kryeministër, falenderoj shumë Dashur Edi.